Dëgjoj këtë video deri në fund se është shumë e rëndësishme. Është për të vegjël dhe për të mbëdhej. Për ty prind që ke dëshiruar të dëgjohesh, të shikohesh dhe të shpresh emocionet e tua dhe le të jenë dhe pozitive dhe negative. Për të shruar fëmijën tënd të brendshëm dhe për ty prind që të ndihmosh fëmijën tënde të pranoj emocionet e tij dhe mbi të gjitha të ndjej siguri shpirtërore, ta ndjesh edhe ti, sepse duke mos qenë ti i plot dhe duke mos patur atë siguri shpirtërore, nuk mund të kesh sigurinë materiale dhe të sjellësh paratë. Edhe sikur ti kesh sjell, ti do t'i kesh humbur dhe jo vetëm, edhe ti ke një boshllëk që shpeshherë ne femrat e mbushim me rroba, kemi mbushur dollapët me këpucë, me çanta, me rroba të shtrenjta, me rroba shumë dhe nuk mbushet ai boshllëku. E vërteta është që ti nuk ke dëgjuar emocionet e tua dhe nuk je kthyer akoma tek vetja. Për këtë ja merita Cake, mentore, shkrimtare, trajnere dhe mësuese në metoda të ndryshme që të ndihmojë të kthehesh tek vetja, ta gjesh me veten tënde, të lirosh emocionet, t'i pranosh dhe të lirosh frikën. Gjithashtu, dua të të prezantojmë librin më të rëndësishëm që keni në Shqipëri, Simboli mrekullive, që është metodë shërimi për lirimin e 83 frikrave dhe fobive të ndryshme. Dhe keni këtu dhe lirimin nga frika e pasigurisë, që kjo është e transmetuar që nga babai dhe nëna jote. Dëgjoj këtë prallën deri në fund dhe shiko çfarë do të thotë më tepër për ty. Gjithashtu, të jam mirënjohëse në qoftë se këtë video e shpërndan në rrjetet e tua sociale, sepse në këtë mënyrë ndihmon dhe të tjerët, ndihmon veten tënde se çdo gjë që japi kthehet, më ndihmon dhe mua që të kem kurajo që të bëj dhe video të tjera dhe komento atë të pëlqevi dhe cila video do dëshiron të ishte e ardhmja, do të thënë tjetra, dhe çfarë do të dëshironje të ndihmohesh e ti. Le të dëgjojmë prallën deri në fund. Pralla e shtëpisë të brendshme. Ishte njëherë një fëmijë që udhëtonte në përbot duke kërkuar një shtëpi. Dhe kjo fëmijë je ti, fëmija jote e brendshëm, çfarëdo moshe që të kesh, edhe fëmija jote që ke. Jo një shtëpi me mure e çati, por një vend ku zemra të mos kishte frikë. Fëmija trokiti më shumë dyer. Disa dyer ishin të zhurmshme, disa të ftohta, disa premtuan shumë, por u mbyllën shpejt. Dhe fëmija u lodh, jo nga rruga, por nga mungesa e sigurisë. Një ditë u hul në një pemë dhe qau, dhe aty dëgjoi një zë të butë që i tha: "Pse po kërkon jashtë atë që nuk e ke ndërtuar ende brenda?" Fëmija mbylli syt. Për herë të parë nuk u largua nga ndjenja, e la frikën të fliste, e la dhimbjen të tregonte historinë e saj. Dhe atëherë ndodhi diçka e thjeshtë, por e shenjtë. Brenda tij u ndes një forcë dhe një dritë e vogël, jo për të zhdukur dhimbjen, por për të mbajtur atë, sepse shërimi vjen kur ne shohim plagën dhe jemi në dritë. Kështu lindi shtëpia e brendshme, aty ku fëmija u bë i sigurt, edhe pse bota jashtë nuk ishte perfekte. Sepse siguria shpirtërore nuk është mungesë tuish. Është një vend i brendshëm ku ti nuk braktis më veten. Dhe bëj pyetje vetes: kur e ke braktisur ti veten për të tjerët? Kur ti ke zgjedhur të tjerët dhe jo veten? Dhe cila frikë fshihet këtu? Është frika e braktisjes dhe frika e vetmisë. Një mesazh për ty.
siguria shpirtërore nuk vjen gjithmonë nga njerëzit, paratë apo rrethanat. Vjen kur unë vendos të jem pranë vetes time pa kushte. Dhe nuk mund të japësh siguri, shpirt i vogël, kur nuk e shruar fëmijën tënde të brendshëm. Dhe këtë ta them dhe nga përvoja. Të dua shumë, të falenderoj, edhe më ndiq për video të tjera dhe shpërndaj. Për më tepër, çfarë do dëshire që të kesh dhe do të mësosh rrugtimin tënd dhe je në fillim ose do ta vazhdosh, mund të më shkruash në telefonin 0030 699 321 46 37, Viber, WhatsApp dhe Telegram. Të përshëndes, të uroj një ditë të bukur dhe të dërgoj të gjesh veten tënde edhe të zgjedhësh veten tënde.